Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e shtuna e madhe. O hyj maja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Ty o shëlbuesi të gjithëve, me lot himne po të këndojmë. Na i fal o Zot, na i ndjej fajet që po t'i rrëfejmë. Fuqit e armikut të vjetër ti i shuan me kryq të vdekjes, me shenjë në ball e mbartim flamurin tënd të besës. Gjithë një të armikun ta zbosh prej neve u dënjove, kur të dëmtoj të mos mundet, me gjak tënd të shpërblyer. Ti Zot për ne u dënjove të zbresësh në mbretërinë e ferrit, që të nënshtruarve të vdekjes tu japesh dhuntinë e jetës. Ti e që në një shenjë kohe, unë do t'i japë shekullit, i drejt pas i shpërblyer, merita do të vendosësh. Ty pra o Krisht të lutemi, të shërosh plagët tona, me atin e me shpirtin, na mshim lavdëruar qofshi. Amen. Antifona e parë. Do të vajtojnë mbi të sikur për djalin e vetëm, Zoti i pafajshëm u vra. Psalmi 64. Dëgjoj o hyj zërin e vajtimit tim, marruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi i të mbrapshtëve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq. Prej atyre që mprehën gjuhën e vetë si shpat, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në motë të pafajshmin. E shigjetojnë pa pritma se frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vën fshehtas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i qojnë në vend synimet e para, humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyi i shigjetoj ata, pa pritma si mbuluan plagët, gjuha e vet ata i sharoj, kush i sheh i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë ç'bëri ai. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do t'a ketë shpresën, me të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Do të vajtojnë mbi të sikur për djalin e vetëm, Zoti i pafajshëm u vra. Antifona e dytë. Nga pushteti i errësirës liroj o Zot shpirtin tim. Kënga marrë nga libri Isaias profet kapitulli 38. Unë thosha, në gjysmën e ditëve të mia, unë po shkoj në dyrë të nën tokës. U luta për tepricën e viteve të mia, Thash, s'do ta shoh o Zotin hyj. në tokën e të gjallëve, Nuk do të shoh më askënd. ndër banorët e kësaj bote, Tenda ime që shkrehur e u hodh larg meje. por si tenda e barinve, Si vektari më mbështolli jetën, e prej shulit po më këput. prej mëngjesit deri në mbrëmje, po më jep fund. Përmbys klith deri në mëngjes. Por si luani, kështu mi copton të gjitha eshtrat. Cicëri si dallëndyshja. Gjëmoj, por si pëllëmbesha, Syt mu këputën. lartë duke shikuar, Ti shpëtove shpirtin tim, nga gropa e asgjësimit, sepse i hodhe pas shpinës sate. të gjitha mëkatet e mia. Sepse banesa e të vdekurve nuk të lavdëron. Vdekja ty lavdes të këndon, Ata që zbresin në grop. nuk shpresojnë më në besnikrin tënde, I gjalli, vetëm i gjalli të lavdëron. siç po bëj edhe unë sot, Babai u mëson fëmijëve. besnikrin tënde, Më shpëto o Zot, e ne do të këndojmë me harp. në të gjitha ditët e jetës sonë, në shtëpinë e Zotit, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Nga pushteti i errësirës, liroje o Zot shpirtin tim. Antifona e tretë.
Isha e vdekur e tani jetoj në shekuj, të mijat janë qelsat e vdekjes dhe të ferit. Psalmi 150. Lavdërojeni hyj në shenjtërorën e tij, madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e mrekullueshme të tij, lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të boris, lavdërojeni me harpe me citar, lavdërojeni me tupa në valle, lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingëlluese, lavdërojeni me cimbale brohorie, gjithçka që merr frym, lejta lavdëroj Zotin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. isha i vdekur e tani jetoj në shekuj, të mijat janë qelsat e vdekjes dhe të ferrit. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Ozes profet kapitulli 5. Kështu thot Zoti: Do të më dëshiroj në vuajtjet e veta, e jani të kthehemi te Zoti. Ai na bëri kortar, ai edhe do të na shëroj, na goditi, por edhe do të na shëndosh. Pas 2 ditësh do të na kthej jetën, të tretën ditë do të na çojë në këmbë, do të jetojmë në praninë e tij. Krishti për ne u bëi dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezëve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Krishti për ne u bëi dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezëve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Na shpëto o shëlbuesi i botës, mbi kryq na shëlbove me qakun tënd, na ndihmo o Zot hyj ynë. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyj Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na shpëto o shëlbuesi i botës, mbi kryq na shëlbove me gjakun tënd, na ndihmo o Zot hyj ynë. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti për ne që munduar dhe varrosur që pastaj të ngjallej, ati shëlbuesi ton me për shpirtëri të sinqertë i përkulemi dhe përzemërsisht ta lusim. O Zot, ki mëshirë. O Krisht shpëtimtar, ti deshe që nëna jote e pikëlluar të jetë afër kryqit dhe në varrimin tënd. Bëj që ashtu edhe ne, në momentet tona të vuajtjes, të jemi pjesëtar të vuajtjeve të tua. O Zot, ki mëshirë. O Jezu Krisht, ti si fara e hedhur në tokë, ne na linde me frytin e jetës hynore. Bëj që duke i vdekur mëkatit të lindim për Zotin. O Zot, ki mëshirë. Bariu ynë, me varrimin tënd për të gjithë mbete i fsheht. Na mëso që së bashku me ty ta duam jetën e fshehur në atin. O Zot, ki mëshirë. Ti si Adami i ri zbrita në mbretërinë e vdekjes, që prej andej t'i lirosh të gjithë të drejtët prej errësirës së vdekjes,
të robëruar që nga krijimi i botës. Bëj që të gjitha ata që janë në varr të mëkatit dhe të së keqes, ta dëgjojnë zërin tënd dhe të jetojnë. O Zot, ki mëshirë. O Jezu Krisht, biri i hyj të gjallë, ti deshe që me pagëzim së bashku me ty të jemi të varrosur. Bëj që në përngjasim të ringjalljes sate të jetojmë me një jetë të re. O Zot, ki mëshirë. Aty ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, ti që na jep hirin të kremtoj misteret e të një lindurit birit tënd, të zbritur prej qiellit në thellësinë e tokës, bëj që të varrosur me të në pagëzim, të ringjallemi së bashku me të në lavdinë e ringjalljes, ai që është sot e jeton e mbretëron me ty e në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.